interesant kisha me cek një shembull që e kemi këtu në Prishtinë, që kur është të ka dera për këtë aspekt, njëri prej profesorëve shumë të njohur që kemi në universitetin tonë, e i cili normal që s'po ja përmendi emrin, e cilin askush nuk e din se vërtet se çfarë kombi i përket, por ai është një prej ebrejve që jeton në Prishtinë. Po shumica se din, as populli as nuk e din se çka është as si është. Por ja se kur është rrëki dera ati, ai ka nxjerrë letrat dhe ka thonë që ku i kam dokumentet prej viteve të 70-ta, unë e paguaj antarësinë në ambasadën e Izraelit në Beograd. Për çdo vjet me një fjalë paguaj dhe i ka dhënë normal. Kjo është shembull që mendoj se është shembull pozitiv që tregon vërtet për një seriozitet.